Libri për cilin do flasim sot, do përpiqem ta përmbledh sa më shkurt, është voluminoz, relativisht, është ky libër, që e keni dhe kopertinën aty. Ka 2 ese brenda, prandaj quhet edhe 2 ese. Dhe e para është më impenjative në fakt. Pavarësisht se është më e shkurtra, flet për një nga temat ndoshta më të përfolura nga 1789 apo edhe 1777 e mbrapa, që është pikërisht origjina dhe parimet e revolucionit amerikan krahasuar me origjimin dhe parimet e revolucionit francez. Për të mos u ndalur me detajet historike, megjithëse s'do i shpëtojmë dot, edhe gjatë bisedës që mund të kemi pak më mbrapa. Revolucioni amerikan, për gjithë ata që duan një përmbledhje, ndodh sepse kolonitë e aso kohe në New England, pra në atë që edhe në fakt dhe sot si New England në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kërkojnë në një moment historik që të shkëputen nga kurora, që ishte mbreti anglis në fakt, dhe për shkak se ndodhen përplasje, konflikte, jo vetëm politike, por edhe fizike, pra lufta e madhe amerikane, britanike, frymëzohen më pas ngjarje të tjera historike, të cilat shkojnë deri tek revolucioni francez, një revolucion i cili, të paktën nga themeluesit e këtij revolucioni, pra të francezit, pretendohej se po frymëzoheshin nga ky tjetri që ishte i mëparshmi. Dhe për këtë ngjarje, pra për këto dy ngjarje, që janë revolucioni amerikan dhe revolucioni francez për t'i rënë shkurt, ka me dhjetra studime, por besoj ato që janë më të rëndësishmit, fatmirësisht kanë ardhur në Shqip, që nuk janë studime, po që janë në fakt qëndrime me themele filozofike. Unë i kam sjellë edhe të pranvendosur, janë librat e Kolanës. I pari është ndoshta më i rëndësishmi, paktën këtë kam subjektive, Edmund Burke, Refleksionet për revolucionin francez, Joseph de Maistre, Konsiderata për Francën, Alexis de Tocqueville, Regjimi i vjetër të revolucionit, dhe libri për cilin do flasim sot. Në fakt, kur i vendosa, ose kur i pranvendosa, ajo që kuptova ishte që i pari është marrë kryesisht me një analizë politike të asaj që ndodhi. I dyti me një analizë nga aspekti fetar. I treti sociologjik dhe i katërti diplomatik. Pra, po të lexosh këto të katra, nuk mund të them që s'ke nevojë të lexosh gjë tjetër për revolucionin francez, por zëre se ke lexuar 99% mbi revolucionin francez. Mund të ketë për shembull një libër i mirë, një libër i mirë, po pak voluminoz, është libri i zi Revolucionit francez, i botuar po ashtu dhe në shqip, se po jap këto që janë botuar në shqip. Gjithatë për të mos u zgjatur, se koha nuk na premton. Friedrich von Gentz. Nëse doni të lexoni më shumë për jetën e tij, ju sugjeroj tek në fillim të këtij libri, si në formën e një prologu, është një obituar ose një shënim përkujtimor që ka mbajtur Hannah Arendt në 100 vjetorin e vdekjes së Friedrich von Gentz në 1932, por i shkëputur prap nga botimi në Shqip. Friedrich von Gentz është publicist, shkrimtar, mendimtar politik gjerman i njohur për veprat e tij të famshme kundër revolucionit francez dhe Napoleonit, këshilltar i afërt i Metternichut dhe pjesëmarrës i drejt për drejt në ngjarjet më të rëndësishme politike të fillimit të shekullit të 19, duke përfshirë edhe protokollin e Kongresit të Vjenës të vitit 1815, kush e ka lexuar Diplomacinë e Kissingerit, e ka shumë të qartë gjithë atmosferën e asaj periudhe. Studenti i Kantit, i filozofit Immanuel Kant, përkthyes në gjermanisht i veprës Refleksionet për revolucionin në Francë të Edmund Burkut, përkrahës i parimeve kushtetuese angleze dhe mbështetës i regjimit të vjetër. Them vetëm diçka të vogël këtu për Kantin, sepse lidhet drejt për drejt me veprën për cilën po flasim.
Duke qenë student i Kantit, fillimisht vetë von Gentz e ka parë me një lloj simpatie revolucionin francez, edhe atë amerikan, po edhe atë francez, duke rënë shkurt një farë mënyrë dhe duke thënë që më në fund po triumfon humanizmi, arsyeja, racionalja përmbi dogmën edhe përmbi të vjetrën, dhe ka konsiderua si një lloj shpalosje të natyrës së vërtet njerëzore, kur ndodh revolucion edhe çlirim i kësaj natyre, por më pas kur u thellua, kur kuptoi dhe sidomos kur ran kontakt me veprën e Burkut, me cilën ndoshta është ndikuar më shumë se për të tjerëve, filloi të kthente qasje derisa doli në një qëndrim përfundimtar shumë shtërues, që është libri për cilin po flasim sot. Ka katër shtylla kryesore se ku von Gentz e bazon kritikën e tij mbi revolucionin francez, duke u përpjekur që të bëjë sa më të qartë dallimet midis dy revolucioneve. Pra meraku i madh, një farë mënyrë i von Gentzit është që të mos konfuzohet ideja se themelet, siç e thot ai, origjina e parimeve mbi të cilat frymëzohet revolucioni amerikan është e njëjtë me ato të revolucionit francez. Për të, edhe për gjithë ato autorët që unë shpalosa në kopertina librash, diferencat janë thelbësore. Von Gentz, një farë mënyre, duke perifrazuar, duke mos e cituar, ka këto katër shtylla mbi të cilat e bazon veprën e tij, apo qëndrimin e tij, traktatin e tij, si do mund ta konsideroni. E para është parimet versus idealet. Pra, për të qoftë se revolucioni amerikan bëhej i bazuar në parime, revolucioni francez frymëzohet nga idealet. Ka një diferencë midis të dyjave, një diferencë që unë personalisht e kam konsoliduar, nëse mund ta quaj, tek një vepër që nuk është përkthyer në shqip, e Irving Babbitt, i cili e 1920 e cas, i cili ka një vepër që quhet Democracy and Leadership, demokracia dhe leadershipi, dhe ku flet për ndarjen e madhe të dy tipeve të imagjinatave në filozofi. Imagjinata morale dhe imagjinata idilike. Pra, një farë mënyre morali, i cili lidhet me parimet, dhe imagjinata idilike, e cila lidhet me idealet, me gjëra që janë të paarritshme, ëndrrimtare, të papërkufizueshme, por që i bëjnë thirrje instiktit të joshjes së njeriut, apo të imagjinatës së një shoqërie të tërë. Imagjinata morale është ajo e cila bazohet tek eksperienca njerëzore, tek dija kumulative, tek mësimet e historisë, edhe mbi të gjitha te parimet, të cilat për ata që janë besimtar kanë origjinën nga shkrimet e shenjta, pra janë me natyrë transcendentale, për ata që janë jo fetar, eksperienca e kanoneve më të mira të praktikës njerëzore që nga koha e shpellës e deri më sot. Pra, diferenca e parë është thelbësore. Revolucioni amerikan ngrihet mbi parime, francezi mbi ideale. E dyta, revolucion mbrojtës është ai amerikan, ndërkohë që revolucion mësymës e përkufizon von Gentz atë francez. Shtylla e tretë. Revolucioni amerikan është një revolucion me synim të qartë, me objektiva dhe me një plan gradual, në kontrast me revolucionin me mlef, kaos dhe anarki, siç ishte në fakt revolucioni francez. Shtylla e katërt, revolucioni amerikan ishte i natyrshëm, solli drejtësi, kurseu dhunën e panevojshme, ku në fakt potenciali për të bërë dhunë dhe terror ishte po aq i madh sa në atë francez. Ndërkohë që revolucioni francez solli përmbysje të gjitha vlerave dhe terror për të gjithë. I marrim me radhë parimet versus idealet. Atëherë, si e justifikon von Gentz këtë dallim? Për amerikanët, për kolonitë Amerikës Veriut, të cilat politikisht, juridikisht, po edhe sociologjikisht ishin nën kurorën britanike, monopoli tregtar ishte justifikuar dhe duhej ruajtur. Po flasim për një epokë kur gjithë marrëdhëniet ndërkombëtare, aq sa mund të ishin, apo aq primordiale sa që mund të ishin të krahasuara me sot, bazoheshin kryesisht
në dy gjëra, në aspektin politik tek marrëdhënia midis dinastive që drejtonin perandorit ndryshme, apo pra, marrëdhënia, si më thënë, politike, por edhe marrëdhënia fisnore, sepse besoj e dim që në shumë raste martoheshin, shkëmbenin dhëndra dhënuese të dinastit e njëra tjetra, pikërisht për të forcuar këtë aspektin e parë, aspektin politik. Dhe e dyta ishte ekonomike, epoka e merkantilizmit, ku në këtë rast monopoli ekonomik i marrëdhënieve tregtare, në kuptimin e import-eksportit që e kemi sot, ishte thelbësor për të dyja, pra edhe për kolonit, të cilat nuk kishin ku shisnin e blinin tjetër, po edhe për Britaninë e Madhe, e cila kishte ku shiste dhe blinte tjetër, nëpërmjet kompanisë indive lindore, por nëpërmjet monopolit arrinte të mbante kolonit ende, të cilat mund të joshte ndoshta Spanja apo Franca për të shkëputur nga Britania e Madhe. E dyta, balanca e marrëdhënieve prishet gradualisht me tendencën shfrytëzuese të kurorës. Diçka që do ta shohim edhe nëpërmjet citateve që kam shkëputur prej librit. Dhe sebeb final bëhet akti i pullës, the Stamp Act. Pra, vendoset një taks ndaj kolonëve amerikan, të cilët duhet përdornin një pull për çdo letër zyrtare, për çdo transakcion, për çdo gjë, sepse posta ishte, si më thënë, komunikimi që kemi ne sot të gjithë në xhep, do bëjë nëpërmjet postës. Dhe duhej marr pulla për çdo gjë. Dhe kjo pull nuk ishte më 10 lek, por u vendos një taks për këtë, një taks që duhet ta paguante thuajse çdo amerikan, dhe kjo solli në një farë mënyrë gjithë pakënaqësitë që ishin akumuluar ndër vite, dhe që në fakt, e thash në fillim, nuk do doja që të humbja në detajet historike. Pra, gjithë kjo u akumulua tek Stamp Act, tek akti i pullës, i cili ishte pikërisht një dekret që çdo amerikan do paguante një taks shumë herë më të madhe se sa ç'ishte vlera e një pulle poste, në fakt. E treta, pavarësisht lutjeve të vazhdueshme drejtuar kurorës, amerikanët nuk dëgjohen dhe nuk tolerohen. Pra, një farë mënyre, pavarësisht se amerikanët, pra kolonitë amerikane të asaj kohe, kërkonin që të mos shkonin, pra duke i lufta në horizont, po kërkonin ta shmangnin, kurora ishte vendosur që të tregonte dhëmbët dhe të mos lejonte asnjë lloj tolerimi. Dhe e fundit, status quo e prish Anglia përballë Amerikës që kërkon ta ruajë pikërisht status quo. Edhe këtë marrëdhënie që kishte. Ndërkohë, e kundërta, në Francë u fol në mënyrë abstrakte në emër të popullit. Liri, barazi, vllazëri, u fol në emër të disa idealeve të cilat po e shtoj unë këtë vinë në fakt nga një lloj fryme iluministe, nëse në Amerikë vinë nga një lloj fryme racionaliste, empiriciste. U hartua karta e të drejtave të njerëzit nga një organ i cili ishte ad hoc, u ngrit aty për aty i quajtur kryesia, the directorate, që ishte në fakt në emër të barazisë qytetarëve një lëvizje antitradit. Pra barazia për Francën asaj kohe nënkuptonte një lëvizje antitradicionale, sepse nuk ishte barazi midis njerëzve. U refuzuan prerogativat institucionale dhe ato të prejardhjes. Pra, për lëvizjen revolucionare franceze, 1789-ës si vit reference, diçka më përpara se kaq edhe shumë më pas, vazhdoi revolucioni, nuk mund kishte privilegje që lindin me ty. Pra, nuk kam mbret në një farë mënyre. Dhe në fakt, u refuzua mbreti derisa do kalojmë ju pre koka në 93-shin. Nuk ka mbret, nuk ka princër, nuk ka gjak blu, nuk ka aristokraci, nuk mund të ketë. Po janë të gjithë barabartë. Pra, fshatari, sankiloti me aristokratin janë të gjithë barabartë. U përmbys monarkia, u shpall republika përmes uzurpimit, dhunës dhe, siç thot von Gans, me më pak formalitete se çdo të përdorte një burr për të ndruar rrobat. Pra çdo gjë u bë aty për aty.
Por ata që duan të lexojnë pak më tepër për Revolucionin Francez, do shikoni që nuk ishte tamam spontane lëvizja, por janë shumë spontane, shumë irracionale veprimet e Revolucionit Francez, që janë një zinxhir veprimesh njëri pas tjetrit, dhe këta që konsideroheshin paria ose frymëzuesit kryesor të revolucionit, mblidheshin në një sallë tenisi të mbyllur, si mund të quajmë, tennis court, pra një fushë tenisi të mbyllur. E dyta, revolucion mbrojtës versus revolucion mësymës. Pse? Revolucion mbrojtës është ai amerikan. E tham, kërkonte të ruante statut quo. Von Gens na sjell një ekserpt, një shkëputje nga letra që i dërgojnë Kongresi i parë kontinental amerikan i 1774-s, pra gjithë këto kolonitë amerikane, 13 para të përfaqësuara nga, le të themi, më të rëndësishmit prej tyre, po në fakt edhe burrat mençur, siç e tregoi historia, i çojnë një letër mbretit të kurorës, edhe i kërkojnë, në fakt, në ditët e sotme duket si një servilosje e teskajshme, po për atë kohë kortezia e shprehjes ishte shumë normale. Dhe thonë që ne kërkojmë vetëm paqe, liri dhe siguri, nuk duam zvoglim të prerogativave tuaja mbretërore, nuk kërkojmë të drejta të reja. Për një farë mënyrë kërkonin që të tërhiqej mbreti nga ndryshimi i situatës dhe nga ngarkesa që i kishte sjellën kurriz. Se këta vetë nuk është se po kërkonin diçka më shumë nga që kishin pasur, pra po kërkojnë të kthehemi aty ku ishim, në të njëjtin kontekst. Prej zemërgjerësisë dhe drejtësisë së madhërisë suaj, ja lejojmë vetes të rikërkojmë të drejtat tona, me bindjen e thellë se kur shkaqet e ankesave tona tanishme do të hiqen, sjellja jone e ardhshme do të jetë në mënyrë të merituar më e butë, ashtu siç ishim mësuar në ditë më të mira. Pra revolucioni amerikan qartësisht kërkonte që të mbronte, pra të konservonte, nëse mund ta konsiderojmë, pra një revolucion konservator, që kërkonte të konservonte gjendjen që ata kishin, marrëdhënien që ata kishin. Nuk po zgjatem me urimin për madhërinë tuaj për mbretërim të gjatë dhe të lavdishëm, të keni çdo lumturi toksore etj. Pra me lavde. Ndryshe nga francezët që në fillim bëjnë thirrje për një farë mënyre hate speech me atë kriterin e sotëm kundër mbretit, pra një lloj urrëtie, mlethi në raport me mbretin, në raport me kurorën. E rëndësishme për t'u thënë, sepse e tham që justifikohet veprimi apo revolucioni amerikan për shkak edhe të sjelljes së kurorës britanike, mbretit anglis. Në këtë kohë Benjamin Franklin, William Bolan dhe Arthur Lee nuk pranohen në parlamentin e Anglisë që këtë letër që e kishin dërguar nga Kongresi i Parë Kontinental gjithashtu ta mbronin, ta argumentonin, ta elaboronin përpara parlamentit. Nga ana tjetër, revolucionarët francezë ishin në shpërpjestimor në veprime. Pra, çfarë ndodhi? Nuk duhet zgjatem. Mbreti Luigi XVI e pa që situata ishte keq në Francë, nisin proteste madhe, fshatarët, sidomos femra me sfurqe, shkuan tek një nga pallatet mbretërore ku rrinin gratë aristokrate, se thuhej që ato jetojnë me shërbëtore ne s'kemi bukë të hanë, sepse në fakt nuk kishin bukë. Dhe zinxhir pas zinxhiri, mbreti e kuptoi që duhet bënte diçka dhe thirri një asamble të jashtëzakonshme që quhej Asambleja e Pushteteve në një farë mënyre, ku ishin prezent kleri, aristokracia dhe fshatarësia ose the commoners, njerëzit e zakonshëm, populli, le të themi, të përfaqësuar. Dhe çfarë bëri për ta zgjidhur situatën, tha që do votojmë, un kam veton, kam një vot e ka kleri, që ishin shumë pak, në fakt ishin priftrinë, një vot e ka aristokracia që prapë ishin shumë pak dhe 98% që ishin njerëzit e thjesht, populli, përfaqësuesit e popullit, dhe ata do të kishin një vot. Pra një farë mënyre,
secila nga këto 4 entitete ose 4 pushtete do të kishte vetëm nga një vot, pavarësisht se ishin jo përpjesëtimore në raport numrash. Dhe kjo bëri që pastaj këta frymëzuesit e revolucionit, përfaqësuesit e popullit që ishin në këtë asamble të jashtëzakonshme, të shkonin te kjo fusha e tenisit që unë ju përshkruaj pak më parë. Ata ishin shpërpjesëtimor në veprime sepse nuk I qëndruan institucioneve, nuk u përpoqën ta zgjidhin këtë çështje institucionalisht siç u përpoqën amerikanët. Përpoqën ta zgjidhnin duke frymëzuar njerëzit, duke I bërë pas vetes me populizëm, ose do ta gjykojmë prapë me kriteret e sotme. Nuk u përballën me shtypje dhe me luftë nga Luigi 16. Përkundrazi, një nga kritikat më të mëdha që I bëhet mbretit asaj kohe ishte që ishte shumë I butë, shumë I ndrojtur, domethënë donte ato kënaqësitë e veta personale të rehatis që I jepte mbretërimi, por nuk ishte proaktiv edhe nuk ishte që ta, siç e themi ne, ta kapi demin për brirësh edhe t'i jepte drejtim situatës. Ishte shumë I tërhequr dhe shumë inaktiv. Pikërisht pasiguria e mbretit solli tërheqjen e shtresës së lartë, e cila tha që dakord, kur mbreti nuk po I kundërshton, ne që jemi pak s'kemi të shtyubëjmë, sa ata janë shumë, dhe pati kryengritje euforike në qytete dhe fshatra. Po të lexoni, situata ishte vërtet e keqe për popullin. Domethënë erdhi deri aty sa mbreti nga që s'kishte para, se I kishte dhënë edhe Amerikës borxhe për të përballuar luftën e vet, I vuri taks për çdo fëmijë që kishin, I vuri një taks fshatarësisë. Për çdo dritare pastaj që u bë absurde, ai ta grambledhsi vinte dhe merrte taksën. Sa dritare ke në shtëpi ti 2, do paguash taksë edhe për atë tjetrën. Domethënë, situata shkoi gati në absurd edhe në këtë kuptim. E treta, dallimi I tretë, shtylla e tretë e dallimeve është që kemi në Amerikë një revolucion me synim të qartë, me objektiva dhe plan gradual versus një revolucion me mlef, kaos dhe anarki. Atëherë, për sa I takon Amerikës, kolonit në fakt e respektuan hierarkinë e veprimeve me hapa të matur dhe të llogaritur, siç del nga libri. Thot von Gens, meqense themeluesit dhe drejtuesit e revolucionit amerikan e dinin me saktësi që prej fillimit se sa larg do të shkonin dhe ku duhet të ndalonin, meqense ekzistenca e re e vendit tyre, kushtetutat e shumë prej provincave brenda kolonive, madje dhe organizimi I qeverisë federale, të paktën në parimet e saj u ishte paracaktuar, meqense qëllimi I tyre nuk ishte në asnjë mënyrë për të krijuar, por për të ruajtur, jo për të ngritur një godinë të re, por për të liruar të vjetrën prej një skelerie të ngushtë, që I rrinte ngushtë, të rëndë, sepse po rëndohej për shkak të asaj që përshkruam pak më parë, të taksave, dhe të huaj, dhe meqense nuk u ndodhi asnjëherë në kuptimin e plotë të fjalës për të reformuar qoftë edhe vendin e tyre, aq më pak një botë të tërë, ata I shpëtuan gurit më të rënd që kërcënon të gjithë themeluesit e revolucioneve të mëdha, pasionit vdekjeprurës të bërjes së eksperimenteve politike. Kjo është ndoshta një nga thënjet më monumentale të gjithë librit. Pra ata, themeluesit e revolucioneve amerikan I shpëtuan gurit më të rënd që kërcënon sot gjithë themeluesit e revolucioneve të mëdha të kohës tonë, që siç rezultoi edhe të kohërave që do të vinin deri në ditën kur ne po flasim. Pasionit vdekjeprurës të bërjes së eksperimenteve politike me teori abstrakte dhe sisteme të paprovuara. Revolucioni francez, ata u krodhën në mënyrë kaotike në çdo veprim që u diktonte egoja, mlefi, irracionaliteti dhe pasioni për hakmarrje. Ashtu si e dalloi gjatë gjithë kohëzgjatjes së tij, revolucioni amerikan, saktësia e madhe e qëllimit e përpasoi e parimeve dhe mjeteve, po ashtu mungesa e skajshme e saktësisë së qëllimit dhe përpasoi paqëndrueshmëria në zgjedhjen e mjeteve dhe ndryshimi I parimeve ishte një prej tipareve më kryeneç, më thelbësor dhe sigurisht më të tmerrshëm të revolucionit francez. Për këtë që do doj të lexoj pak më tepër, do kuptoj që edhe brenda vetë revolucionit dhe strukturës revolucionare, nëse mund ta quajmë strukturë, kishte prishje dhe shprishje dhe ndërtim dhe rindërtim dhe shkatrim nga e para, edhe gjysma atyre I vrau në giotin gjysma tjetër,
Prandaj von Gens edhe vlerëson qëndrueshmërinë, konsistencën, strukturën, maturinë e prodhuar gjatë revolucionit amerikan. E katërta, revolucioni amerikan ishte i natyrshëm, thot von Gens, solli drejtësi dhe kurseu dhunën e panevojshme, ndërkohë që revolucioni francez solli kaos, solli terror. Mbretërimi i terrorit njihet periudha 93-94 në revolucionin francez. Ndryshimi i parë për shtyllën e katërt. Po çfarë janë këto shembuj sporadik të padrejtësisë dhe shtypjes, thot von Gens, për amerikanët, në krahasim me vrullin e përgjithshëm të mjerimit dhe shkatrimit që solli revolucioni francez mbi Francën dhe vendet fqinje. Nëse madje edhe në Amerikë urrëtia personale apo rrethanat lokale rrezikuan pasurinë dhe sigurinë personale, nëse aty këtu madje dhe autoritetet publike u bën instrumente të padrejtësisë, e ka fjalën për autoritetet publike që ishin agjentët e mbretit, e kurorës, jo të vetë amerikanëve. Helmi kurrë nuk u shpërnda në çdo vend të trupit social. Përbuzja ndaj të drejtave dhe normave elementare të njerëzimit nuk u bë kurrë, si në Francë, parimi përgjithshëm i legjislacionit dhe norme pa kufizuar e tiranisë sistematike, sepse në fakt, struktura revolucionare franceze shkoi deri aty sa filloi të vendoste ligje që mund qëndronin vetëm një ditë ligj apo vetëm disa orë ligj. Sepse bëheshin ligje vetëm për t'i prerë kokën ndaj dikujt që donin ta eliminonin. Nuk kishte konsistencë. Prandaj thot, helmi u bë parim i legjislacionit në Francë. E dyta, nëse në Amerikë trazira e momentit, shtysa e nevojës apo shpërthimi i pasioneve sollën ndonjëherë fatkeqësi mbi të pafajshmit, të paktën kur si në Francë, vetë arsyeja e abuzuar, e përdhosur, nuk u ngjit në teatrin e mizerjes për të përligjur solemnisht këto konfuzione revolucionare me thirrje gjakftohta e kriminale në emër të parimeve dhe detyrave. Nëse në Amerikë familje dhe rajonet caktuara e ndjen peshën e rënd të revolucionit dhe të luftës, të paktën nuk u urdhëruan kurrë si në Francë konfiskimet, burgosjet dhe vrasjet masive. Po flasim për një revolucion i cili nuk kurseu askënd dhe shumë detaje, po jap vetëm filluan të kërkonin që pasi kishin marrë burrat ushtarë për të rrëzuar mbretin, të kërkonin fëmijët, të kërkonin gratë, të dënonin ato që refuzonin, t'i merrnin fshatarët nga ara, t'i fusnin me detyrim në radhët e tyre. Struktura e revolucionit francez është e famshme, kjo kryesia që përmendëm, the Directorate, që themeloi edhe Kartën e Drejtave të Njerëzit, kishte aq urrëtie për regjimin e vjetër, e cila përkthehej ose amplifikoi në një urrëtie për gjithë historinë e vetë Francës apo të vetë njerëzimit në fakt, saqë dhe parimet më elementare që përbashkësojnë njerëzit, sikurse janë konvencionet, i ndryshuan. Çfarë do të thënë? Do të thënë që nëse se dikur njerëzit e masnin hapësirën 11 feet, siç e masin akoma sot me Imperial Unit, me njësi perandorake amerikanët, apo e masnin diçka me kaq pound, apo e masin diçka tjetër me referenca që gjenden në natyrë. Kur themi 11 feet, 11 këmbë, ti ke mundësi ta masësh hapësirën me 11 hapa. Ndërkohë që është metri? Asgjë. Pra u krijuan koncepte abstrakte me etalone, vendosin një etalon që kaq do të jetë 1 metër. Një njësi arbitrare. Kaq do të jetë 100 e metrit, që është centimetri, kaq do të jetë. Pra nëse ti ke 1 inch në sistemin imperial, e cila matet me 1 police, e thon italian, në revolucionin francez nuk ke më, ke 1 centimetër, i cili në një farë mënyrë nuk është praktik për njerëzit asaj kohe, po që në fakt rezultoi që të mbjetonte kohës deri më sot. Pra,
Si thot Nietzsche, u shndërruan jo vetëm të gjitha vlerat, u shndërruan të gjitha konvencionet. Ishte absolutisht radikal. Në fund të kësaj eseje të gjatë, apo të kësaj vepre, von Gens thot mund ta kisha vijuar krahasimin edhe në shumë drejtime të tjera dhe ndoshta edhe në detaje të veçanta. Gjithsesi besoj se 4 pikpamjet parimore që kam trajtuar në lidhje me ligjshmërinë e origjinës, natyrën e sjelljes, cilësinë e qëllimit dhe shtrirjen e qëndresës i përgjigjen mjaftueshëm synimit që i vendosa vetes edhe më duket, të paktën mua, mjaftueshëm e qartë se çdo paralele midis këtyre dy revolucioneve do të shërbejë më shumë për të shpalosur dallimet sesa ngjashmëritë ndërmjet tyre. Do doja që të ndalesha pak në qoftë se kemi pyetje, komente, përgjithsisht shkolla kontekstualiste s'ka pyetje, ka komente. Po këtë e kam përcaktuar. Po thash ti bënim komentet para se të shkojmë tek eseja tjetër. Problema filozofike. Problema është ajo që praktikisht ngatrohen parimet me idealet. Besoj që e bëra pak a shumë të qartë kur po flisja, që siç e thot dhe Irving Babbitt, ka dy mënyra për ta parë botën, me imagjinat idilike ose me imagjinat morale. Imagjinata morale ngrihet mbi të njohurën, mbi eksperiencën, mbi shkrimet e shenjta ose mbi kanonet e pleqësisë së mençur të fshatit, ngrihet mbi vlerat komunitare, ndërkohë që imagjinata idilike ngrihet mbi ëndrat, mbi gjëra që nuk do të arrihen kurrë, po që të joshin instiktet e njeriut, nuk joshin racionalen, joshin irracionalen. Pra ky është dallimi thelbësor. Dhe von Gens ndoshta nuk e kap kaq sa që kemi në luksin ta kapim sot kaq në thelb, por e bën të qartë nëpërmjet shembujve që jep, që në fakt këtu në këto ujëra janë dallimet midis dy revolucioneve. I pari është konservator, kërkon të ruaj, kërkon të ngrihet mbi parimet e përbashkëta të atij komuniteti. I dyti kërkon të sjellë një botë të re, e cila është komplet abstrakte, komplet e panjohur edhe për ata vetë, siç rezultoi. Po. Së di, si mund ta di? Se më duhet një rast konkret. Shko kam idenë që këtu shkojmë një situatë hipotetike e cila na çon tek Pax Perpetua e Kantit. Ai thoshte dy vende demokratike nuk mund të bëjnë kurrë luftë me njëri tjetrin apo me njëra tjetrën dhe deri tash ka rezultuar pothuajse 100% saktë. Ndoshta edhe dy vende parimore ose dy entitete parimore nuk mund të bëjnë luftë me njëri tjetrin nëse ndajnë të njëjtat parime. Nëse këto parime bien kundërshtim me njëri tjetrin, njëri nga këta është ose derivat, pra nuk është origjinar, nëse mund ta quajmë, ose si jemi në abstrakt, ose duhet rregulluar. Për shembull, edhe në Amerikë vet ndodhi lufta civile. Gati 50 vjet pas kësaj, apo diçka e përafërt. Por nuk kishte të bënte me parime, as ajo. Një pjesë donin Jugu donte statu quo-n e cila një farë mënyre kishte sankcionuar sidomos skllavërinë, lufta kryesore, dhe republikanët me Lincolnin sipër Anglia e Re, New England, donin ndryshimin e gjendjes. Pra, prap nuk kemi të bëjmë me parime. Njëra palë kërkonte një vizion tjetër për botën, njëra donte të ruante ato që kishte. Nuk e di që më ndodhi, po t'jenë dy parime. Profesor.
Faleminderit. Ishin pak a shumë parimet që ishin përfituar ideale të Francës, se Franca, përgjimin kryesor, para që të arritë revolucione, muhet në përgjot të mbejtë, në cilë bloku i parë janë njësë. Pra, ato ishin parimet për koloninë ishin arritë në Anglia ishin në shehu në përmë rjetë të në Manja Kraka, për të arritë në njësë të rejë, të cilë në të rejë të liberale, ishin një parlament të funksiononë. Përsa Franca ishin parlament në asamblea ishin tre-shtrese. Nuk ishin vedhë për Pikërisht, po. Sa vjetë të vitin të zëtë sa dhe ka jo shtresa të ta popullësia për të revolucionit, e cila kishte para, s'kishe asnjë të a ne kishte një rejtë të madhe, dhe për ndërësimin për rejtë. Një për mënyre, do të thoshte që pjesa e urejtës e shpërtimit cili mallkoi të dështimin evropian, të revolucionit ruse, që kundërshtari bulgar, national. Eri në faktin që aty nuk ishe asnjë drejtë. Por, një farë mënyra ideale parimet e paripura dhe të munduar, të cilët do të marrë si përgjithësim nga Anglia. Tani, edhe me idenë që për konvencë për revolucionin amerikan ishte konservator në tezë konservative, kolonistët dhe ta themi turishtë që kërkojnë Anglisë e mos në Amerikë të drejtë atësi. Po ato ishin idenë që kush ka vajtë në koloninë në Anglinë e rekë në shkurë të rishtrimin e e vërtet. Dhe shikonin me i dojë që plus që i ndikuar nga faktë në gjithë pindore. E në pojë shumë të dhe marrë dhe ta. Anglia dhe Britania por nga të më të kohë dhe ne jemi komodë dhe ne jemi këtë kohë që e shikoj koloninë pa filmeve si parlamentit në ka të ndoshtë dhe kishte revolucion, po në një farë mënyrë e që ndodhe në Amerikë. Ashtë që ndodhe, se jo dhe ne piteri në të bakon të tim pozitiv, ishte politik dhe Shumë e vërtet. Jo, shumë e vërtet. Edhe pasojat e revolucionarëve francez, në fakt, mund të ishin të justifikuara në arsyen pse duhet kishte një reformim, do e pranoja unë. Por revolucioni, ajo që mënyra, metoda, qëllimi që kishte dhe pasojat që solli, ishin komplet të kundërta me metodat, qëllimin dhe pasojat e revolucionit amerikan. Pra, ato mund të ishin frymzuar, por e kopjuan keq, nëse mund ta themi. Tani, e para për çështjen e themeleve filozofike, e para unë besoj që më shumë se nga loku, revolucionarët francezë ishin të frymzuar nga Rousseau, nga Voltaire, nga Bossuet, se sa nga loku. Po, e vërtet, iluministët vinë pas empiricistëve, po. Po. Pra, loku, Berkeley, Hume, po, janë ata që në fakt, po mos ishin ata nuk do ishin iluministët. Por një farë mënyre, këta kanë bërë shortcut, shkuan tek iluministët, tek Rousseau, tek qytetari i Gjenevës.